mos u knaq me sprovat të tjetrit, me belat të tjetrit, sepse Allahu mundet me mshiru atë me fal, mja pëzëllu atë sprov, e me ta quty. O Zot, mos u bëmu që dëshmant, armiqt, më knaq me belat e mia, ja Rabbel Alemin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: La tudhhir ash-shamatata li akhik, fayarhamuhu Allahu wa yabtalik. La ilaha illallah. Mos e çfaq knaqësin tënde karshi sprovave të vllaut tënd. Mos u knaq me sprovat të tjetrit, me belat të tjetrit, sepse Allahu mundet me mshiru atë me fal, mja pëzëllu atë sprov, e me ta quty. La tudhhiru shamatata bi akhik, fayarhamuhu Allahu wa yabtalik. Mos e çfaq gëzimin tënd për sprovën, për belat të vllaut tënd. Ka mundësi Allahu, Allah e ka që, qajze që ka që ja pëzëllan, e ta qënë ty. E tani që është duket ty, tjetëri mu gëzu për belatët tua, që ti ka që i madhi Allah të bareke vë ta'ala. Është e randë kjo, është një smundje randë. E randë për jetën njeriu, kur e dinë se tjetëri po gëzohet për belatë që i ka. Nuk dinë atë mërzitet ma shumë për belatë që i ka, apo belan që e ka, atë mërzitet ma shumë për gëzimin e tjerëve për këtë keqe që e ka. E randë është. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, lutë në Zotin ju rujt për kësaj vetije, kësaj këti vesit keq. Ta'awadhu billahi min jahdi al-bala, wa darki ash-shaqa, wa su'i al-qada, wa shamatati al-a'da. Kërkani prej Allahut një rujti madhi Allah, prej gjendjes së rënd ekonomike, sociale, familjare e të tjerë. Prej mirimit, mos me qenë i mirë, mos me qenë i sprovuar, prej gjykimit pa drejt ndaj teje që të bëhet, o shematet e lada, dhe mos me ta pru Zoti punën që më kënaq dëshmont e të këqit, të tjerët me belat që të ka që Zoti. Me lu o Zot, o Allah, arabisht të bje me një fjallë për gjuhë Shqipe s'kena, shematet të lada, kaq. Gjuhën Shqipe të themi disa fjallë, o Zot, mësë bëmu që dëshmënt, armiqt, më knaq me belat e mia, ja Rabbel Alemin. La ilaha illa. Ndërsa nda tjetër ka qenë për dave ti sallallahu alaihi wasallam, wala tushmit bi aduven hasida. O Zot, mos ma bë, mos ma sjell, mos ma bëj punën, mos më sprova me diçka që armiqt e mi të kënaqen me mua. Mos ma bëj punën, mos më sprova me diç që armiqt e mi kënaqen me mua. La ilaha illallah.